Falë se. Tha po shoj, tha, mi këthuj pushën e Arbenit, tha. Tha, mas më në ndonë e sanë, tha, s'kom qep me metë pushka Arbenit aty. Neve në jetë veç mi kujtu, do më thonë, sot jem gjallë. Jam Blerin Bajramaj, i fshatit Vllëgjan, bashkëlëftari i Leonit, ai plot bashkëlëftarëve të tjerë. Sikur shumicave të tjerëve se picekin se jemi njohë, domethënë qysh se të ri me shumicën për dëshmorëve për faktin se jemi kund ne të një vend edhe jemi arrit ne, qysh me thonë, në ambient. Po ashtu edhe me Leonin ngjihem në moshë 3, edhe na ka ra fati, domethënë, edhe me bashk luftu dhe me bashk rrugtu, si me gjithë tjerë. Unë për veti kom nisë aktivitetin në fillim prillit, domethënë 98-s. Në atë ku jemi bo bashkë me krejt djemë Vllëgjanit, dikur ndërku na ka ra për shembull mundane për pozicione tjera ose me detyra tjera, nuk kem qenë të në kohën bashkë. Po kohës të fundit, domethënë, deri në ramin e Leonit, atëherë jemi kohën pa ndashëm. Leoni nuk është friksuar asnjëherë, domethënë ka pas vullnetin maksimal për me luftu edhe për me pa çrimin e vendit. Domethënë të herë na ka prirë me qatë energji. Njëjtë edhe ditën kur ra ka pas qatë vullnet, qatë energji. Po më nalë veç në ditën e ramjes, nuk e di, ndoshta nuk mjafton për Leonin, për shkak se kem pas shumë aktivitete para ramjes, kem marrë pjesë shumë në përbeteja, në për aksionet ndryshme, edhe kem pas qa me fol shumë për to. Tana herë dhe ka pas një vullnet, ka dallu, domethënë, pe shumicës shokëve ka dallu se ka pas shef tana herët me përparu në aksione, me tregu kush është ma i fort, dhe ka pas gjithë vullnetin. Që ata kujtojmë, domethënë, sot jem gjallë vullnetin e tina të po ndalshëm. Jo do ke pak, ka herë ku jetë shimongi, po bo në se aktivitet, jo do ke pak kesh qef me shtu, me bo edhe nej san tjetër, me marrë edhe nej veprim tjetër. Shumicën e rasëve që jakun edhe, jo do ke pak si po bojmë. Edhe ta bojmë edhe këta, edhe ta bojmë edhe ata, të në kohën e konë insistus me bo ma shumë. Po fatin e ka pas qashtu, me ndodhë që shka ndodhë. Mas ramjes komandantit Shkëllxhen Haradinaj bashkë me bashkëluftarë tjerë, në ndryshoj, me thonë pak so, në ndryshoj rrjedha e luftimeve. Metëm pak që me thonë se pa koordinum, pa ase, edhe na jemi konë një grupë të prim për Leonit bashkë me plot bashkëluftarë tjerë. Tash, i shkon randi nështë ta mi përmend me emne, po nështë ta edhe i harroj atër vjen keq. Edhe mas ramjes Shkëllxhenit, që këtë grupë se jemi konë bashkë, kemi najtë në Duboqak, në Gryk Duboqak, që jemi konë civilt, që jemi konë strehun civilt. Edhe me kalimin e kohës, ne u doke se kem nevoj me avancu, me hec ma përparen, me bo pak van ma tepër. Edhe morëm vendim, kryesisht Leoni e ka marrë atë vendim bashkë me shokë tjerë, me Zhujën e me tjerë, me hec na përparen, me dalë për aty, dhe me dalë në fshatin Ratish. Aty kur kishim bazën edhe ma herët. Edhe u vendosëm na si grup aty, dhe ishim, qysh me thonë, si pararoj nashta e bazë, ku vendosën në Maznike në ato pjesë tjera. Edhe natën e 25 majt të 99-s, në ka orë, qysh me thonë, si urdhën, si detyrë, për me përcjell dhe të plagosnit. E kem pas për detyrë me përcjell dhe në fshatin Hereq. Ty e ditë se rrethonat janë konë shumë të vështira për mi bo atë rrugë, për shkak se jemi konë të rrethum në disa shtresa, dhe me thonë, një vijë kem pas të në ofër, dhe me thonë Vllëgjan, fshatin Shaptej,
vija tjetër e serve o konë për shembull në fshatin e re që den kufe ka pas edhe plot pozicione tjera si në konë të vendosën ata. O konë e pa mundshme, po për shkak se u duke me ndërmarrë më një mu të plagosin, vendosëm më u pri. Edhe ty ditë se është, çush më thonë, e pa mundshme. Jemi nisë natën e 25 majit në të natën nënës, për shkak se ne zakonisht i bëjshim rrugë, i bëjshim natën, se s'mujshim me jetëzitin se u shfaqshim shumë. Në kanë zonë e planifikojshëm se në nëzanë mëngjesë, në nëzanë rrugës, dikon larg fshatit Vllëgjane ose në mes fshatit Vllëgjane e Reqit, vendosëm më njalë vis sa kalum me bazenin e Redoniqit, më njalë po dal të lejthijat ku ra Leoni. Aty një pjesë e malit mes bazenit edhe lejthijat, e vendosëm më njalë me grup aty. Natën e 25 majt, najtëm aty, të nesrit, o dasht me shku me furnizu me ushqim ose me diçka që mujshim, për shkak se na dula ajo pa planifikuar, ajo pritja. Edhe Leoni e bom plan, kush me shku, qysh me shku. Leoni vendosi, tha po shkojone, tha i mur disa ushtar tjerë, tha po shkojone, po kthejna prap në Ratish, aty ku kishim bazën. Edhe për një arsye tjetër, sa ditë kur nesëm në 25-ën e ka pas pushkën e Arbenit. E ka pas pushkën me veti. Arbeni me të 26-ën e bëjke në vetë tramje, se edhe pat një parë ndjenje, s'po di tash qysh ase. Falë se. Tha po shoj, tha mi kthy pushkën e Arbenit, tha. Tha mos më në ndonë e sanë, tha s'kom qep me metë pushka Arbenit aty. Tani për aty? Edhe u shku Leoni, e ka leon pushkën, ka morë pushkë tjetër, edhe ka pru do ushqime do sanat të nevojshme, do më thonë për ata se ishim aty. Kur u afru terri i asaj dite, vendosëm na me lëviz, se s'keshim tjetër mënyrë, do më thonë me lëviz vetëm me për ta. Edhe u nesëm bashkë Leonin e prike, afër tine unë edhe plot bashkëluftar tjerë. Edhe fillimisht e patëm qëllimin me vazhdu bashkë, hajme na pri, me vazhdu bashkë, edhe më shku me gjetë atë rrugën, se na bëjshim shpesh, me Zhujin e me Leonin e bëjshim atë rrugë shpesh. Do më thonë pejra Ratishit, Grama Qel, e bëjshim rrugën shpesh, e kishim ditë në rrugën. Edhe masi jem nisë për më shku krejt randë, kështu, Leoni vendosi, tha, nalo, tha, ti, tha, nalo me këta, tha, se den ka marrë, tha, unë du më ro ma trup, du më ro, tha, ma drejt me gjetë rrugën, se gjatë dite, na i vrejtëm do levizje, me ta thonë drejtën, i vrejtëm do levizje, si po levizje, po se dishim qa ka ndodhë, me dojshim si mos ka dhe civil, si kanë pas nevojë më shumë prej na i drona i can, nuk e dishim sakt. Edhe si pështjell puna. Atë ndjenjen, ta na herët e kishim si mundëm me ronë prit. Mundëm me na ndodhë na i can. Edhe vendosi Leoni me shku drejt, me Pinqen, është një bashkëluftar i Gjakovës. Vendosën ata dy bashkë, ne vazhdum me bashkëluftar tjerë, vazhdum për me shku pak ma rrotull, për të e njëjta rrugë. Edhe tash me thonë, fati i neve të gjallëve, nashta është ramja Leonit, si vendosi ose ajo, si vendosi Leoni me shku që ashtu është fati i neve tjerëve si pështum, se për shkak ajo ndesh i pari me ta, edhe u mundësua të një farforme mu tërhek edhe të plagosnit se ishin aty edhe të tjerët mu siguru pak ma mirë. Ala nuk e dishim qa ka ndodhë sakt, po një farë mundësi e kishim me, qysh me thonë, mi bu një farë strejet të mbrojtjes. Ish një atë qysh me ta spjegua jo farë punë, nuk e dishim fort qa ka ndodhë, nuk e dishim qa ndodhë me Leonin, saj reagoj në moment, do me thonë reagoj si ka vrejt, ka reagu, ka gjujt, jo ka këthuj me një herë, do me thonë, jo ka këthuj zjarën,
edhe nuk kishim koordinim fort, nuk ishim shumë largës, po edhe nuk kishim komunikim, s'mujshim me komuniku për shkak të rrethonave, s'mujshim me komuniku bashkë. Ty mënu të na heret me shpresi Leoni ty e njoft, Leoni ka te kalu edhe ato. Neve na jetë veç mi kujtu, do më thonë sot jem gjallë.